Ne kemi pasur gjithmonë, unë e pranoj që Shqipëria ka pasur korrupsion. Grupet kryesore në Shqipëri, si në Durrës, në Fier e kudo, sot kanë përfaqësues të tyre në vendet më të rëndësishme ku ka para publike. Që janë grupet kriminale. Grupet kriminale. Fakti që këtu nuk kemi investitor serioz, e themi perëndimor, do thotë që ato nuk kanë garancira. Kjo taksa e fshet në një farë mënyrë të trëmbë. Rushfetin vetë. Është një taksë e fshet, që askush nuk e përllogarit. Dikush duhet futet në burg, për mendimin tim, duhet të paguaj edhe për mosveprimet e tij. Unë kam menduar kur largimin nga Shqipëria. Dhe nga ana tjetër, unë mendoj për fëmin tim, eksakt për këtë po flasim. Ha mos e uri kthye, jemi mësuari, po ju të gënjesh fëmin ton. Vajzën e keni? Gjermani. Pra edhe ju e keni ndërguar jashtë pavarësisht. Merë më të kur i të gjonë. Ja, merdi goca në mundi tani që... Po prandaj edhe e ndërmova pak edhe carën për këtë pjesën që kanë ikur njerëzit. Ne duhet luftojmë për ato i glim. Ne duhet luftojmë për ata. Ky moment, këti vendi nuk do t'i vi më kur. Domethënë, unë nuk mendoj që ka pas një moment tillë mbas 90-s. Sa për Ballukun dhe të gjithë tjerëve, qofse unë kam një punonjës dhe ka duke vjedhur, do ta heq. Po kur ta heq? Në moment. Unë e heq në moment, unë nuk e mbaj 1 minutë. Ju po thoni pse nuk po heq Raman?